Përshëndetje miq, mirë se erdhët tek meditimi i ditës. Sot do flas për dinjitetin e punës në një botë të rënë moralisht. Zanafilla kapitulli 3, menjëherë pas rënies fillestare të njeriut në mëkat, Zoti nuk flet vetëm për gjykim dhe dënim, por për realitetin e jetës, vuajtje, djers, gjëmba, plur, punë. Këtu nuk kemi thjesht mallkim, por përshkrimin e një bote të thyer. Tregohet historia e Marie Curie, kësaj shkencëtare të jashtëzakonshme që kalon vite të tëra në laboratorin e saj shkencor, duke përzier tonelata minerali për të nxjerrë disa miligram radium. Ajo punonte me orë të gjata, në kushte primitive shpesh e raskapitur. Trupi i saj u dëmtua nga rrezatimi. Jeta e saj u shkurtua nga pasojat e punës. Maria nuk jetoi në një kopësht Edeni, por mes gjembave. Nga djersa e ballit saj lindi një revolucion shkencor që shpëtoi shumë jetë. Zanafilla kapitulli 3 na tregon përse puna është e lodhshme, pse marrëdhëniet janë të tensionuara hera herës, pse lindja e fëmijëve shoqërohet me dhimbje, pse toka prodhon gjemba. Bota miq nuk është më në harmoni spontane, por në një përpjekje tensionesh. Lejoni të ndaj shkurtimisht disa të vërteta. E para, vuajtje në marrëdhënie, si rrjedhoje e mëkatit. Zoti thot gruas që burri do të sundojë mbi ty. Ky është tensioni i pushtetit. Marrëdhënia që duhet të ishte bashkëpunim bëhet betejë për dominim. Simon Veili shkruante, pushteti është tundimi për të zotëruar tjetrin. E pra rënja e ktheu dashurinë në rivalitet. Së dyti, puna si përpjekje. Do të hash bukën me djersën e ballit. Puna ekzistonte përpara rënies, por tani ajo është tejet e lodhshme. Hannah Arendt dallonte mes labor dhe work. Pra, mes mbijetesës së përditshme dhe krijimit me kuptim. Kapitulli 3 i Zanafillës na tregon pse shpesh puna shihet si barr dhe jo si thirrje. E vërteta e tretë që dua ta ndaj këtë ditë me ju. Vdekshmëria si kufi. Zoti thot njeriu ti je plur dhe në plur do të kthehesh. Kjo është fjalia më e përulur e gjithë Biblës. Mark Aureli shkroi, shpejt do të jesh hi ose eshtra. Kujtesa e pluhurit na mban të përulur. Miq, ne jetojmë në një epokë që kërkon Edenin pa Zotin, rehatin pa përgjegjësimarrje, sukses pa djersën e ballit, dashuri pa sakrificë, por Zanafilla 3 na mëson. Vuajtja nuk është absurditet, është realitet i një bote të rënë. Puna nuk është mallkim i kot, është terreni ku formohet karakteri. Vdekshmëria nuk është thjesht fundi, është kujtesë për qenë të përulur. Kur kujtojmë këtë, ndalojmë së rebeluari kundër realitetit dhe nisim të jetojmë me dinjitet. Djersa e ballit bëhet vend shenjtërimi. Marrëdhëniet bëhen terren falje. Pluri bëhet thirrje për përjetësinë. Rënia e njeriut në mëkat solli gjemba, por jo fundin e shpresës. Edhe në një tokë me gjemba mund të mbi fryti, edhe në djers ka dinjitet, edhe në plur ka thirrje për ringjallje, për rizgjim. E në mes të këtij pluri, këtij njeriu i cili është tërësisht i korruptuar dhe i rënë, Zoti vjen me një trup njerëzor që ta shpëtojë atë. Ndaj të dashur miq, me këto të vërteta, jo vetëm faktike që lidhen me realitetin e jetës së njeriu të rënë në mëkat, por realiteti që lidhet gjithashtu dhe me shpresën e një Zoti që nuk qëndron larg, por vjen në botën tonë për ta shpëtuar. Le të lutemi së bashku. O Zoti dashur, na jemi në zemër që të vi tek ti. Na jep urtësi që të ndërtojmë marrëdhëniet tona. Dhe na ndriço Zot që të sjellim tek ty barrën e punëve të ngarkesës, shqetësimeve të ditës, barrat e jetës, ankthin e botës, gjithçka që na ul poshtë dhe na mundon ta sjellim tek ty, sepse ti je në gjendje të mbash çdo barr. E ne lutemi o Zot që ti të qëndrosh në anën tonë dhe të na rrethosh me të mirat e tua. Hapi sy tanë shpirtëror që të mund të kuptojmë sot, më shumë se çdo herë tjetër në jetën tonë, që ti na do, edhe në mes të plurit dhe dhimbjes, vuajtjes dhe djersës, edhe kur toka prodhon gjemba në vijim të udhëtimit njerëzor, ti vjen në botën tonë si njeri, madje merr kurorën e gjembave mbi krye, që ta shpëtosh dhe ta çlirosh njeriu përjetësisht, duke ndryshuar fatin dhe destinacionin e tij përfundimtar. Bekoj burrat dhe gratë që janë duke ndjekur sot o Zot, fëmijët dhe familjet e tyre, mbroj dhe ruaj, kujdesu për ta dhe udhëhiqi në shtegun e besimit. Në emrin e Jezusit. Amen.
Ky ishte meditimi i kësaj dite miq, mezi pres ju takoj sërish ditën e nesërme, ndërsa vijojmë të eksplorojmë brenda familjes së parë se çfarë ndodh. Zoti me ju.